shumë raste shpesh flitet pse po bëhen këtu ndërhyrje, pse është kaq i madh në secilin rast, domethënë pse bëhet. Kjo bëhet për shkak se gjatë procesit të lindjes mundet me shkaktu probleme më të mëdha nëse na nuk e bëjmë, sepse bëhet në një region të caktuar ku zona e cila bëhet prerja nuk është që shkakton një problem shumë të madh, gjakderdhje më minimale dhe nuk e dëmton pjesën sidomos të zorës trash, ku mundet me shkaktu probleme afatgjate në cilësinë e jetës së pacientit. Doktor, një perspektivë tjetër. A është dhe kjo në kuadër të trendit një pjesë tjetërës, përveç të një probleme që i shtrove në rast të grave të lindjes, traumat obstetrike, që ne i njohemi dhe një edhe bota zhvilluar, që shumë pro kësaj, ose ka një anomali të lindur, e tjere, është pjesë e trendit, që ka me ato vajzat dhe gratë që nuk kanë lindje, që nuk kanë pasi proceset fështira biologjike, por unë e kam shumë transishme, a vi me vullet në tyre, apo e të në dikush autonomi në tyre? A e bujnë zgjedhjen, dhe më thonë a e në zgjedhjet që i bujnë ato? Provoja mund të ketë natyrave të ndryshme, me gjitha të deri me tani nuk është që kom pasu personalisht, po flasë, normal që mund të ketë shtytje nga dikush nga partneri ose diçka të tillë, mi po personalisht nuk kom pas një rast kur është detyru ose është obligu. Pa jo zja me të thonë vëlla burri për më thëtë. Po, prandaj edhe unë po them sepse të unë nuk kam, megjithatë kompleksiteti që krijohet ndaj organeve gjinitale ta lën një përshtypje të tillë. Për shembull, sepse ajo krijon një far kompleksi, thotë që du me bën një far korrigjimi. Korrigjimet kryesisht që kërkuan sidomos prej femrave të cilat nuk kanë pasur lindje, janë të pjesa e labjave minor, ku ato mund të jenë shumë të zgjatura dhe përveç që i pengojnë aspektin estetik, mund të jenë edhe pengesë funksionale dhe për këtë arsye normal që kërkohet edhe bëhet kjo ndërhyrje. Megjithatë, jo në të gjitha rastet edhin është shtrejt për me ribrendu vaginën? Po nuk është Po operacion faktikisht ndërhyrjet estetike, normal që kanë kosto. Për spitalet private, bëhen këtu intervenime kirurgjike, kështu që... Bëhen spitalet private, por që kanë kosto, sepse intervenimet estetike në spitalet shtetit nuk bëhen. Na duhet me udhëti edhe me Besa Mahmutin, nëse mundet regjia me na mundësu, më falni se këtë si pahiri ju nala. A e ke pa dhe rima kur nalës të kalëzën që për nalët? A se kemi Besa? Besa! Hello Besa! A jesi je? Mirë, faleminderit ju. Që e bukur. Që shpo do këtë tema që e kena zgjedh me folsat? Ose a kena i opinion të saktun? Temë ekstremisht e qëllume. Jom informu pakës edhe fatë këtësisht nuk po ekzistojshin studime të Ballkanit ose të Evropës në lidhje me arsyen pse i bojnë këto ndërhyrje vajzat apo gratë, po ishin studimet në Amerikë, në Australi edhe në Britani të Madhe. 91% të vajzave të grave që kanë bo ose mendojnë me bo ndërhyrje të tillë, e bojnë për arsye personale. E tash ajo pyetja se pak e ndëgjova edhe dokun, tash ai kompleksi që ju lind grave. Unë po besoj që ka të bënë sidomos edhe me tabun që e kemi rreth temës seksualitetit në përgjithësi. Do me thonë nuk flasim as për seksualitetin, po as për organet gjenitale. E kjo është ndoshta edhe arsyeja pse mas nej të rritë të reja të zgjedhin forma të ndryshme për mu informu. E format e ndryshme e dim ndoshta krejt se cilat janë. Krejt kemi qasje në internet, kish me qenë naivitet shumë i madhë nëse besojmë që vetëm djemët ose burrat shikojnë përmbajtje pornografike ose erotike. E kështu që aty është një far idealizimi, bohët, është një far figure e përshtatshme për ekran edhe besoj që mendojnë që qashtu do të mu do shkort. Besa që a mendojnë se, po pse është, për shambull, pse është edhe sot temë diskutimi korrigjimi vaginal, mirë po në të njëjtën ku nuk është që njëm shumë edhe për meshkujt, që zgjedhin me uzbukuru. Jo, mërë është aja u kërkanë, edhe aty na e korrigjim, na i kosh. Apo më të gjonim pa. Pra, në kë mentaliteti jonë, të monë. Unë po besoj, idealizimin ndoshta ndohë për arsye, ose ndohë për arsye që mashkujt nuk janë aq të kompleksum sa jem na. Po kus na ka bu neve që shto, mashkujt?
Kush na ka bu mu kompleksu? Gjinja ma shkure. Jo, nuk pajtojmë, pëse du të mu kompleksu për një partner që këtë arsyetimin e pas ka në qëtë fokus. Sepse lidhja dhe një mardhanje nuk mbohat vishme qika. Kisha me qenë shumë kurështare, nëse gratë ose vajzat që kam bo në një lidhje, edhe jënë do, qka nuk i pas ka majta ta, mo, dhe sakrifica vetë muhuse. Sepse unë jam pro aty në grave dhe vajzat se kom bo vetë story, kom raportu që ka një me anomali dhe konstrukti jashtë mi vaginës ka qenë shkatruar nga infekcionet dhe përshka këtë problemeve që ka linë. Ajo është diçka tjetër. Ajo është pjesë edhe shëndetësore, doktor, edhe ma të hynë të pjesë problemet ndëlidhen të pjesa, sidomos pjesa estetike të vajzat, po flasëm të ato, gjithmonë të ato që s'kan linë, sepse në raset kur është problemet të pjesa e labjave, përveç asajna estetike është edhe pjesa funksionale që thamë. Shëndetësore. Dhe kur është pjesa funksionale, normal që ajo dhe ndërhyrë edhe se kryhet është shumë rëndësishme. Unë mendoj që edhe po flasin nga perspektiva profesionale, mjekësore, që indikacioni duhet jetë edhe funksional. Nuk duhet vetëm të shikojnë në aspektin vetëm estetik. Me shumë tek ne bojmë prej komplekset. A vinë me indikacion shëndetësor për shkak që edhin që po ka të lashe edhe po indika në rutinën e sajt funksionimit, sepse organet seksuale nuk jo veç organet seksuale, kanë një rol për tej. Na du të mi pas si veshkën, si mushkni, nuk ka ta po pra, jo, e ndikon edhe në funksionin tonë, edhe në mirëqenjen tonë, e tjere tjere. Pra, a vinë me qëtu indikacionet e qarta, mas pari shëndetësore, se sa estetika, apo si kurse me hundën, pak divime tani edhe ndrejqa. Jo, në gjdo shqetsim që vinë, na e morëm dhe më thonë të egzaminu në mënyrë të detajizume. Edhe kur e egzaminojnë në mënyrë të detajizume, atë normalisht që pacientja shfaqe dhe shqetsimet të cilat për shka ka orë ma konkretisht. Dhe normalisht në basa sajna dhe vlerësohet edhe i shpjeguhet qartë, a është për ndërhyrje kirurgjike, a është për ndërhyrje jo kirurgjike, qoftë atyre laserike, apo nuk ka nevoj fare për qëllime, më thonë fare për ndërhyrje kirurgjike. Edhe tash, normal, qëllimi jonë, si ginekolog po flasë, është gjithmonë cilësia jetë dhe mirëqenia e grusë. Dhe më thonë, në këto raste, i shpjegohet edhe e binë që kjo ndërhyrje nuk është e nevojshme fare për kundrazive që për këtë gjendjen. Andaj, mi po në ato funksionale, sepse na kemi edhe anomalit e lindura. Dhe më thonë, jënë anomalit ma të lindu edhe ma të rana, që si që janë për shamu mungesa tërsisht e vaginës. Ose sepse tash ka rrit vedisimi edhe i populatës, edhe i prindve tri tash ma të vedisum. Edhe nëse në moshën 12.5 vjeqare nuk paraqitet cikli menstrual, atë normalisht që prindrit e thjellin vajzën në vizitë ginekologjike. Por ka pas edhe raste kur ka kalu mosha 20 vjeqare dhe fare s'ka pas cikel, në atë kohë është paraqit në vizitë mjekësore. Dhe normal, edhe është vonë, por edhe s'ki që stesi me vepru. Pse vinë atë kohë? Pse karakteristikat